Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falënderojmë subhanahu wa ta'ala. Ai është absoluti, uniku dhe i patmeta. Ai nuk është i lindur, as nuk ka lindur askënd. Ati nuk i shembullan asgjë. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Selavate dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vazhdojmë me shpjegimin e mëkateve të mëdha. Nga libri Mëkatet e mëdha i autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i cili thot babun nahyi an da'wa al-jahiliya. Kapitulli rreth ndalesës për thirrjen e ignorancës. Qëllimi është se ndalohet çdo gjë siç e dinë çka ja atribuohet sheriatikisht periudhës së ignorancës, periudhës para islamit. Përderisa periudha prej ardhjes së pejgamberit alayhis salam është periudha e udhëzimit, periudha e dijes sheriatike, e dritës së Allahut azza wa jall. Periudha para islamit është periudha e humbjes, e errësirës, e paditurisë, ignorancës. Dhe kishte shumë gjona që i ndaloi feja Allahut azza wa jall në mesin e tyre, edhe mbështetja e përkrahja e njëri tjetrit për nga aspekti i afërsisë në fes ose racë, e jo mbi aspektin e të drejtës, a kush ka drejt, kush jo. Dhe këtu autori, pra qëllimi i këtij kapitulli është për sirrjen që bëhet me ndihmu njëri tjetrit, ose me sirrjen që bën dikush me ndihmu vetëm se e ka të fisit ose të kombit vet, ose thot autori sjell këtu hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku thot posa një nga muhaxhirët thirrë ja lil muhaxhirin, o për muhaxhirët, dhe thirrë një nga ansart, ja lil ansar, o për ansarta, i thirrë ansart për me mbështeta, se cili pesir pisir njerëz të tij për me mbështet. Thot pejgamberi alayhis salam kur e dëgjon këto, e bidawal jahiliyati wa ana bayna adhhurikum. A bëni sirje me një sirje të jahiliyetit, ignorancës, përderisa ne jam në mesin e juaj. Wa ghadiba lidhalika ghadaban shadida. Dhe është zemruar nga kjo me një zemrim shumë të madh. Realisht, këtë hadith ka një tregim, një ngjarje. Pra, ndodhni një ngatresë mes një muhaxhiri dhe një ansari. Dhe se thuhet i bjen me shkel mos e prek muhaxhiri, e prek ansarin, dhe ansari po i thirr tash ansart me ndihmu me përkrah pa drejtsinë e tij. Dhe qysh i thirrë, nuk i thirrë gjithë njerëz me thonë, është haku jam ose mbështetëm drejtën time, po i thirr me atë sirrën e para islamit, njerëz të tij, banorët e Medinës. Atëherë të njëjtën gjë e bën edhe ai njeri nga muhaxhirët. E kjo zemron shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Disa transmetime ka ardhur, daha fa innaha muntina. Sot lënë sot kjo sirrje, sa është sirrje që kundërmon e ndyrë. Se pejgamberi alayhis salam na ka mësuar diçka tjetër. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Ndihmoj vllahun tën, qoftë që kur i bëhet zullum ose qoftë kur bën zullum. Po nëse është nga ata që bën zullum, ato do të më ndihmu të nal, jo me mbështet pa drejtsinë e tij. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra që thamë në fillim, çdo gjë që lidhet me xahiliyetin,
e ka vendosur në këmbët e tij, siç ka thonë edhe vetë në hutben Lam të Mirëse, thot ala wa inna kulli amrin min amri al-jahiliyya mawdu'un tahta qadamayya. Sa çdo gjë nga gjërat e jahiliyetit, pra pa drejtësisë, ignorancës së jahiliyetit, pra që vjen ndesh me shariatin, thot është vorros, është vendos në këmbët e mia. Andaj, duhet njëri të jetë kujdes, pra larg këtyne sloganeve, larg këtyne thirrjeve që thirren në bazë të racës, në bazë të ngjyrës, në bazë të partisë, në bazë të familjes, në bazë, mirë po duhet njëri që të ndihmohet në bazë të drejtësisë. Pra ka të drejtë mbështetet, por edhe atë kur bën pa drejtësi, ndihmohet duke nal nga ajo padrejtësi që ai e bën. Padyshim edhe pse kjo trajton një çështjen e thirrjes, kësaj thirrje të jahiliyetit, sido që jetë është një nga gjunohat e mëdha, mëkatet e mëdha, se është pjesë e padrejtësisë, e padrejtësia padyshim është nga gjunohat më të mëdha. Autori në vazhdim në kapitullin e radhës flet për ndërmjetësimin në ligje. Pra për ndërmjetësimin në moszbatimin e ligjit Allahut të Zotit. Pra kur dikush bën një shkelje ligjore, shariatike, pra ka njerëz që ndërmjetësojnë dhe përpjeken mos me ekzekutu atë ligj ose atë vendim të Allah subhanahu wa taala. Atëherë, autori në vazhdim tash po na sjell një formë tjetër pa drejtësisa, që është ndaluar për babu nahy an shafaati fil hudud. Kapitulli rreth ndalimit në ndërmjetësimin në shkeljet shariatike. Hudud janë kufit e Allah azza wa jall, ato janë ligjet që ka vendosur Allah subhanahu wa taala. Dhe shkelja këtyre kufive është mëkat gjithsesi. Po edhe ndërmjetësimi për mos ekzekutimin e këtyre ligjeve dhe këtyre shkeljeve, domethënë që bëhet, atëherë edhe kjo është mëkat tjetër, pastaj mëkat në veri. Autori fillimisht sjell ajetin kuranor: "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kur flet Allah azza wa jall për zbatimin e ligjit mbi lavirin dhe lavirën, në fund të ajetit më saj thot: "Dhe të mos ju ndalën mëshira ndaj tyre, ose të mos tregoheni zemërbut ndaj tyre", thot në fejnë e Allahut, se po zbatohet një ligj prej ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, nëse besoni në Allahun dhe ditën e fundit. Pra në pyetje me u zbatu ligji i Allahut. Është pyetje që me u rregullu jeta e njerëzve, me zbatimin e ligjeve të Allahut rregullohet jeta e njerëzve, ndalet fesadi, ndalet e keqja, ndalet imoraliteti e gjëra të tjera, padrejtësia. Pastaj sjell ajetin, hadithin e pejgamberit alayhis salam. Autori po i bën si shkurt mirë, po ka njerë nësa s'po kem qare si rast me tregu. Sjell një hadith i cili flet për një shkelje që bën një grup prej fisit El Makhzum, Ibn Makhzum, e që është fis nga fiset Kurejshe, pra një grup fisnike, po, e cilës ju ka ngrit pa di, për ju ka marrë gjana njerëzve dhe si ka kësy atyne. Nuk e ka pranu që i ka marrë, i ka muhu ato, kështu më radhë. Atëherë, dënë të aplikohet shariati i Allahut mbi këtë grup. Dhe kjo për Kurejsht shumë e ranë, një gru fisnike, një gru e ndeshme, një gru me një kabile, kash ngritne, një familje kash fisnike, me ju prej dora, atër mundohen me gjithë rrugë që me ndërmjetësu, mos më ekzekutu ligji i Allahut derisa
e dërgojnë Usame ibn Zeid radiallahu anhu tek pejgamberi sa më ndërmjetësu. Zeidi u njift me lagabin hibbu Rasulillah, i dashur i pejgamberit alayhis salam. Zeidi ka qenë ai sklavi që ka pas Khadija radiallahu anha dhe ja ka fal Zeidit, pastaj në fillim gjithë ka njëjtë si Zeidi Muhamedit. Mirë, po kur ka ardhur në shariat në Kur'an ndalimi i birësimit, atëherë njerëz nuk e kanë thujt i biri Muhamedit. Ama ka dashur pejgamberin sa më shumë. Tash Usame djali i tij e ka dashur aq shumë sa që edhe këto e kanë njoft njerëzit si hibbi Rasulillah, i dashurit të dashurit pejgamberit alayhis salam. Ka dashur pejgamberin sa më shumë. Dhe ndërmjetson. Tash Usame ndërmjetson te pejgamberi që mos më ekzekutu ky ligj dhe mos më ndëshku kjo gru. Atëri dërguari sallallahu alaihi wasallam thot e tashfa fi haddin min hududillah. Po ndërmjetson në mos ekzekutimin e një ligjit nga ligjet e Allahut, e një shkelje që është bërë nga shkeljet e kufive të Allahut azza wa jall. Andaj në këtë rast pejgamberi sa ngritet në hutbe, edhe i këshillon dhe i flet njerëzve dhe thot innama ahlaka man kana qablakum. Sot popuj që ishin para jush, i ka shkatru vetëm fakti që kur ka vjedh të ta një fisnik, një i ndershëm, të rakuhu, nuk i kanë zbatu ligjin mbi atë njeri. Kur një fort ka vjedh, kur një fort ka bon shkelje, pra se kanë ekzekutu ligjin Allahut. Mirë, po kur një njeri i dopt ka vjedh, atëherë mbi të e kanë zbatu ligjin. Edhe atëherë zotohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wajmullah law anna Fatima bint Muhammedin sarqat laqata'tu yadaha." Thot pasha Allahun sikur Fatime e bia Muhamedit të vjedh, ku më ja prej dorën, ose kisha më ja prej dorën. Do thon, a ka familje më ndershme se familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A ka bi më ndershme se sa Fatime e bia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Po megjithatë, pejgamberi alayhis salam thot e kisha zbatu ligjin e Allahut azza wa jall. Kjo temë gjithsesi kur trajtohet, është mirë me përmend edhe një fakt se hadithet atë që na flasin me mbulut metat e muslimanit. Që shpajtohen me ekzekutimin e ligjeve të Allahut. Dietarët këtë e bojnë se përderisa çështja nuk ngritet në gjykatë, nuk ngritet te udhëheci. Ajo çështje mbetet mesin e njerëzve dhe është mirë njerëzve me ambulut metat. Mos me i përhap metat. Me ndërmjetësu të njëri tjetri, pra duke këshillu, duke atërheq vërejtjen. Mirë, po në momentin kur çështja ngritet në gjykatë, këtu s'ka vend për më mbrojt kënse nderi dikujt ose mos më ekzekutu ligji Allah subhanahu wa taala. A përderisa nuk ngritet në gjykatë, atëherë gjithë dietarët e kanë këtë mendim, bojnë këtë ndarje. Bile përmendë se ka ixhmon këtë çështje. Me përjashtim se transmetohet se Imam Maliku rahimahullah ka mendimin dhe bën dallim mes një njeri i cili u njoft me zullumin edhe domin që ka bëu tjerëve, pra edhe nëse nuk është ngrit çështja për të në gjykatë, kë përmendon sherrën e tij, të keqen e tij, në çdo situatë kë nuk ndërmjetësohet për këtë, përkundrazi do të më marr hapat, më zbatu ligji i Allahut për shkak domit të madh që e bën. A më njeri që i ndodh ndonjëherë një keqe, ndonjë lëshim ose në diçka, është mirë më mundu me ja mbulu të metat njëri tjetrit. Pra gjithherë, ta jemi të qartë, kjo temë ka të bëjë kur çështja ngritet tek gjykata, tek pushteti, atëherë aty ndalohet ndërmjetësimi. Autori ka sjell për këtë çështje dy hadithe në vazhdim, me qenë se
hadithin e parë transmetohet nga Zubair radhiyallahu anhu, mirë po ka për ulema që mendojnë se kjo është hadith i dopt, mirë po është i saktë si fjalë e Zubairit, jo hadith, jo fjalë e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E fjala është idha balaghatil hudud as-sultan fala'ana Allah ash-shafi' wal mushaffa'. Sot kur çështja ose shkelja e kufejve arrin tek pushteti, Allahu i mallkoft ndërmjetësuesin dhe atij të cilët i bëhen ndërmjetësime. Pra edhe atij që ka bërë shkeljen, po edhe ky që tash e bën ndërmjetësime. Pra lidhet çarçja kur ngritet në gjykatë. Pastaj ka përmend edhe hadithin tjetër që transmetohet prej Abdullah ibn Omerit, që sot pejgamberi sa men halet shafa'atuhu dun hadd min hududillah faqad dadda Allah fi amri. Kush ndërmjetëson për të mos u zbatuar vendimi i një shkelje nga shkeljet e Allahut azza wa jalla, ose kufijve të Allahut azza wa jalla, ai e ka kundërshtu Allahun në urdhrin e tij. Pra mos ti bashkak mos më ekzekutu urdhri i Allahut azza wa jalla. Mos më shku në vend ligji dhe vendimi i Allahut azza wa jalla. Po përmendëm këtu një rast, nuk e ka përmend autori, po do lidhet ngushtë me këtë çështje. Pra Sheikh Abdul Razzaq rahimahullah, hafidhahullah, atë rastin e Safwanit radhiyallahu anhu, Safwan ibn Umayya, sot ka qenë Safwani fjet në xhami dhe ridan këtë pjesën si Ihrami, që i ka dy pjesë, këtë pjesën e alteshës që ka mbulu gjoksin e sipër, e ka bë si astak me flajt. Edhe ka një person, ai flajtën edhe ja ka vjedhur. Ky e ka ngjoftë. E ka kuptu kush është ai personi dhe e ka marrë dhe e ka thënë te pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam e pyet, a është e vërtetë që ti e ke vjedh? Ai e pranon. Kur e pranon njëri s'ka nevojë me fut dëshmitare se me. E ka pranuar vjedhjen, edhe urdhron pejgamberi alayhis salam mi aprej dorën. Atëherë ndërhyn Safwani. Sot ja Rasulullah, po ja fali, qof sadak për Allahun azza wa jall. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, hal kana min qabli an ta'tiyani bihi. Sot sikur kish qenë kjo para se ti më pru këtu te one. A ma herët të nëzën hojnin, do me ja fal, kry puna, është çështja jotja. Do me ambulu një të metë, dikush ka bo një hile, një mashtrim, do në me këshilu, me ambulu atë metë, është çështja jotja. Mirë, po kur ngritet çështja më në gjykat, o kry. Andaj, kjo është shkelje e madhe, është prej gjunave të mëdha, prej gjunave të rënda, fjala më herët që përmendëm, qoftë hadith, qoftë fjala e Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, tregon që është mallkim, ka mallku për Allah, edhe ndërmjetësuesin, edhe ato që ndërmjetësohet për të. Pastaj autori në vazhdim flet për polemikën në të kotën, ose thot ndihma që i bëhet polemikës në kotën. Pra me ndihmu dikon duke e di që s'ka drejt, polemizon, ose përkra, e mbështet, ose ja bën avokaturën, e di që s'ka drejt që ato, dhe ti e mbështet që kënëse është e drejt e ti, ati e din që s'ka drejt. Pa marrë parasysh se nështë me ligje, shumë venet botës kjo lejohet, avokati mundohet me çdo kush me gjetë çdo hapësin ligj që me mbrojt. Mirë po fetarisht, kur e din se është e ndalu, s'ka drejt ka bo shkeli, nuk mbrohet e keqja. Nuk duhet të polemizosh për me mbrojt atë kur dihet se ka bo shkeli, kur ti e kupton. E kjo është nga shejtani dhe nga nefsi që njëri do me çdo kush me fitua, ngatrohet me dikon, me çdo kush don, edhe nështë pse dikur e kupton se gabimi është e ky, nuk është dashur se ku ta diunë, mirë pa i vazhdon. Ose sikur ajo më herët e din që vllai vet, baba i vet, djali i vet ose dikush i familjes s'ka drejt çfarë çështje,
ai e mbështet veç pse e ka të vetin. Autori në këtë kapitull sjell dy ajete fillimisht, ajetin e parë wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ndihmoni njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri, e asesi mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkat dhe armiqsi, që ky është parim shumë i madh. Pastaj ajetin tjetër, me yashfa shafa'atan hasana yakul lahu nasibu minha, wa me yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Sot Allahu Azza wa Jall kush ndërmjetëson një ndërmjetësim të mirë, ndërmjetëson me ndihmu dikujt, me zgjedhje një çështje dikujt, është e drejta. Ka dikush një drejt, gëzon një drejt, qoftë në gjykatë, qoftë në komunë, qoftë në shkollë, qoftë në institucion të caktuar, ka një drejt dhe ti e ndihmon. Ose ka një hall dhe një telashe, ti s'mundesh me ia kry, po e ngjet dikon që mundet me ndihmu. Pra është një varfër, ti ke mundësi me shku te një pastër me i bë zgjedhje, ndoshta ti s'mundesh. Nështë ka nevojë për një borxh që s'mundesh me ndihmu me borxh, po mundesh me bë zgjedhje, atëherë ndërmjetëso. Aty ku mundesh me ndërmjetësu, me bë zgjedhje njerëzve. Kjo është ndërmjetësim i mirë, ndërmjetësim i lejuar. Por Allahu kërson për ndërmjetësimin e keq, o me yashfa shafa'atan sayyi'a yakul lahu kiflun minha. E kush ndërmjetësim të keq, ai ka hisën e tinte. Pra ai që bën ndërmjetësim të mirë, e ka hisën për atë vepër të mirë që ka bë, për ndërmjetësimin që ka bë. E ka shpërblimin. Po edhe ai që bën ndërmjetësim të keq. E forma të ndërmjetësimit që në qoftë ai më herët që ke në mosbatimin e ligjeve të Allahut, qoftë në polemika të ndryshme, mosmarrveshje të ndryshme, që janë edhe më të vogla në ato shkelje të më herët, sidoqë që tjetë, ai është ndërmjetësim i keq. Pejgamberi alayhis salam vazhdim sjell hadithin i cili faktikisht është u përmend një pjesë e tij edhe më herë. Sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men halet shafa'atuhu dun hadd min hududillah faqad ghadda Allah fi amri. Kush bëhet shkak që mos më ndërmjetëson për mos më ekzekutu një ligj nga ligjet e Allahut, pra një shkelje nga shkeljet e ligjeve të Allahut, ai e ka kundërshtuar Allahun në urdhrin e tij. Kush polemizon në të kotën, pra ka kuptuar që s'është e vërtet ajo që cilën e mbështet. Mirë, po ai vazhdon, wa huwa ya'lam, pra ai e din që është e kotë ajo, e ka kuptuar, ennehu batil, lam yazal fi sihhati Allah hatta yanzi'an. Ai vazhdon të jetë në zemrimin e Allahut derisa të largohet prej saj. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi hubisa fi raghat al-khabal. E kush thot për një besimtar një gjë që ai nuk e ka, atë ai është i vendosur, është i mbyllur në raghat al-khabal, që na shpjegoi ka ardhur të shpifja që ka në atë yndyrën që bën fund xhenamit për djegje trupave të xhenamit, aty është i vendosur ky person hatta yakhruja mimma qal, derisa të dal nga kjo që ai e ka thënë, ose të largohet ose të kërkon hallallëk, i kena përmend këtu në atë pjesën atje. Pastaj autori vazhdim flet për kapitullin e radhës për sonjën e të vërtetës, me fol njëri hajrin kudo që është. Thot bab man shahida amran falyatakallem bi khairin aw liyaskut. Sot kapitulli i cili flet rreth asaj që nëse njëri është prezant në një rast në një ngjarje, pra, le të flet hajër ose le të hesht. Je kon prezant në një ngjarje, diçka, në një nej. Ke prezantuar një ndodhi, një takim, një bisedë, thuaj se hajër, pra për cilë ndaj hajër që është thonë ose është bose diçka ose hesht. Mos e përhap të keqen. Nëse ato keni ndaj fjalë të keqe, nëse keni diçka jo të mirë, nëse hesht. Edhe sjell hadithin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që pikërisht e ka këtë kuptim, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kush beson Allahun dhe ditën e fundit, fa idha shahida amran, kur është prezant në një çështje, falyatakallem bi khairin aw liyaskut. Le të flet hajër të mirë, diçka të mirë ose le të hesht. Pra, edhe aty kur je, ose fol diçka të hajrit, ose mos e dhez, është ndonjë problemi diçka. Fol hajr, mundo me nol, mundo me zgjedh, jo me dhez. Ose masani me përcjell diçka. Qoftë aty, pra qoftë pas asaj çështje. E kjo është e kundërta asaj që tha më herët. Jo më mbështet keqen, jo më mbështet kotën. Jo do të thonë ndërmjetësu për mos po ti ose mbështet të vërtetën, thuaj hajr diçka, thuaj diçka të mirë, ose
ose hesht. E që fjalët e këqija janë trona gjithherë, mirë po prej momenteve më të vështira e që më shumë të njëri duhet me rujt gjuhën, janë momentet e fitneve, kur ka kaos e kur ka trazira. Për ata autorin fillim, vazhdim, flet për fjalët në kohët e fitneve, pra bartin e fjalëve, sa që thamë, me nxitjen e fitneve. Kështu që në këtë kapitull sjell hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili na tregon se do të ketë fitne. Thot pejgamberi se tekunu fitnetun tastanzifu al-arab. Do të ndodhin fitne që do t'i përfshin arabt, pra krejt gjithë arabt. Qatlaha fi an-nar. Viktimat vrarë pra në këtë konflikt, këtë fitne, janë në zjarr. Pra për shkak që janë bashkangjitur kësaj fitne, është çështje diçka e dunjallokut, është çështje e epshit, është çështje e interesave të dunjas, është çështje që aty në thirrjeve që tham, veç pse ka fisit ose pse ka, sot vront në këtë fitne, sot janë në zjarr. El lisanu fiha ashaddu min waqi as-sayf. Sot gjuha në këto rrethona është më e rëndë se shpata. Gjuha është më e rëndë se shpata. Se mund bëhesh shkak me fjalë, me nxitje, me që tjetër edhe më e rëndë se sa vetë ajo që ndodh. Se ti e merr tani gjunon e krejt asoj nëse je pjesë e kësaj fitne. Është përmend këtu se El-Qurtubi thot, kur e komenton këtë, thot fjala është që gjuha është më e rëndë se shpata, është kur para pushtetit dhe njerëzve njeri flet për tjertë. Ajo është më e rëndë se si me vrasht. Filoni, është i përfshim, filoni dhe pushtetit, që kur na çështim, kjo është siç është shpion llokut, Atëherë, duhet çdo situatë e cila është kaos, është fitne, preket nderi njerëzve, preket jeta e njerëzve, preket molli i tyre njerëzve, duhet të qenë shumë kujdes. Pastaj autori sjell hadithin tjetër, se tekunu fitnetun samma bakma amya. Do të ndodhë sot fitne e cila është e shurt, e verdh, shurt me mes, do të thonë flet. Men ashrafa laha istashrafat lah. Kush interesohet çka po ndodh, çka po bëhet, ai është tërheq. Ai është tërheq. Wa ishrafu lisani fiha ka wuqu'i as-sayf. Sa dhe me marr pjesë me gjuhën të, është sikurse me godit me shpat. Me qenë se ky transmetim është i dobët, po kuptimi i saj është i saktë dhe është i vërtetë. Është përcjell ose hadithi i fundit në këtë kapitull, thot autorin, hadithin e pejgamberit, "Iyyakum wal fitan fa inna lisana fiha ka waqi sayf." Keni kujdes nga në fitnet, sepse gjuha në këto fitne është sikurse shpata. Po përmendem këtu një rast me ndërlidh me kuptimin e hadithit që kur ndodhin fitnet, njerëzit as nuk shohin, as nuk nijn, as nuk dëgjojnë, as treguohet për Abdullah ibn Khabbabin. Sot këtë tregim e tregon një nga xhavarisht. Masi që është pendu edhe është uzu. Dhe që është kanë hije, kanë trazu njerëzit e shpijat e... Sot, kur arrim, sot kemi arrit, sot, të Abdullah ibn Khabbab, edhe kemi pa i trishtu me tu vesh, tu qi diçka te shtë në trup. Edhe sot e kam pyet, atë shqetësuma, sot, po qysh nuk kom shqetësut? Sot, kush jeti? Sot jem Abdullah ibn Khabbabi. Sot Abdullah ibn Khabbabi, por Abdullah i biri Khabbabit, shokut pejgamberit alayhis salam, sot tregon atë diçka që keni prej babës tënd që ai e ka ndi prej pejgamberit alayhis salam. Ja tregon hadithin e fitne. Se do të ketë fitne, ai i cili ec është më i mirë se ai që vrapon atë fitne. Ai i cili është nolën është më mirë se ai që ec. Ai që është ulën është më mirë se ai që është në kom, Sa të do deri po thot, më mirë ti je robi i Allahut i vromi se sa vrasi. A diçka bëjnë këta? E morën, e vrasin, kthehen në shtëpi, gruan e fëmijëve vetëm thonë kon shtatzon, ja shkyn barkun edhe ja nxjerrën myshin edhe ata pra do fëmijën barkë.
Kur në fitnë hadith, ju flet ajet njerëz, ju flet hadithe, kur ndodhin fitnet snin, nuk sheh, e këshillon badihova, ordon të mirë badihova, ndalon nga e keqja badihova. Kjo është çfarë që e flet. Dhe pjesa e fundit, hadithi i fundit, pra që me urujt njeriu përgjithësi, është autori sjell qaul halaken nas. Pra fjala kapitulli rreth fjalës janë shkatruar njerëzit. Sot pejgamberi alayhis salam idha qala ar-rajul halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Sot pejgamberi alayhis salam kur njeriu thot janë shkatruar njerëzit, ai është më i shkatruar prej tyre. Ky hadith është shumë e rëndësishëm për mbyllje kretë kësaj. Se ka e njeri me nënë që kreti ka kop fit një dhe problemi veç që në ju më prish njerëzit valla. Kënë të një sot, ju më prish, u prish dyjaja. U prish dyjaja. Me nënë që vetë, i ka pështu. Pro qëllimi këti hadithi, pro, ai, kur njeri sot ju më prish njerëzit, ose ju në shkatru njerëzit, ai është më i prish të prej tyne, kur është kuptimi këti hadithit, për çka është qëllimi këti hadith, është kur dënë, dhe më thonë, me nënshmu tjerë dhe me mendu se ai është i paprekon. A nëse njëri do me tregu një realitet që është ku e keqe, rrethon e këqija, që nuk i kem punë të asë njerëzit asun, a din e përshin edhe vetën e krejt, kur kjo është diçka tjetër, me po kur njeri ka njerë i mushet menja që veç ai ka pështu fitneve, krejt janë fitne, krejt janë të lashe, veç unë jam i rujtën prej fitneve, veç unë jam i pështum, veç unë atër këto është problemi. Ai është më i prishti prej tyne. Pse? Se nëse janë shkatruar njerëz të tjerë dhe meritojnë dënimin, ky është i pari për shkak mburrjes së ka mbi tjerë, ose për shkak të vetpëlqimit që ka për veten e tij. Elusim Allahun azza wa jall, na ruan nga gjitha mëkatet e mëdha, nga gjitha gjunat, na ruan nga shirku, nga kufri, nga ajo që e dim dhe nga ajo që mund me bë pa vedi dhe që nuk e dim. O sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.